politik në Kosovë. Kenan? E para që më shqetëson është forma që në ditën ndërkombëtare të rinijës këta deputet krijojnë një pasqyrë më të keqe për qytetarin, e të njëjtën kohë edhe për rrethonat. Tjetër gjë që më ka shqetësuar dhe vazhdon të më shqetëson është gjuha e disa mërgjimtarëve ishte aq në niveli të ulët, e pa informuar dhe kërcënuese, dhe kjo e dihet që disa prej tyre vetëm janë arrestuar për shkak formës së kërcënimit. Disa mërgjimtarë aty kishin ardhur duke bërë gjuhën e Albin Kurtit në soll, edhe duke shfaqur arrogancën e njerëzve të caktuar. Domthonë, mërgjimtarët pas që nuk kanë informacionet dhe nuk kanë njohuri e dije për punën me të cilën zhvillohet kuvendi, ata flasin çka flet Albin Kurti, jo çka flet e drejta kushtetuese ligjore në vend, domthonë janë pa informuar, totalisht nuk kanë informacione minimalisht për ata që është rrjedh apo është situata në Kosovë. Por mu më vjen keq që këtë diskurs edhe këtë mendësi është shndruar te këta, edhe që përdoret si vegël, e përdoret si mjet për të krijuar statutat e tilla, por mua më vjen keq që Mërgata është depo, magazin, me thonë në gjuhën popullit, për lëvizjen vetëvendosën edhe për frymën me të cilën realizon Albin Kurti nëpërmjet këtyre. Vetëm lëvizja vetëvendosë, sepse pati realisht edhe deputet. Gjuha. Por pati deputet të cilët u drejtuan, në fakt, pati mërgjimtar të cilët ju drejtuan edhe deputeteve të lëvizjes vetëvendosje me gjuhë të ashpër. Më fal, unë fola për disa mërgjimtarë, nuk thash atyne të vetëvendosjes. Ju thatë mërgjimtarët në përgjithësi. Më fal, thash mërgjimtarët, edhe tani veçova disa prej tyre që kanë gjuhën pak më të ashpër, që nuk dinë. Nuk po flas kur po tham mërgjimtarët që e dinë ose dinë, edhe ata nuk e dinë, ata që kanë të kundërt që e mbështetësin njëre prej partive tjera. Po tham, nuk janë dieni, nuk kanë njohuri, nuk po tham vetëm këta të vetëvendosjes, po tham për mërgjimtarët. Nuk kanë njohuri, nuk kanë informacione për gjendjen edhe kushtetuese. Megjithatë, Kenan, ndjes se po të ndërpres, por a ishte e drejtë sepse disa prej mërgjimtarëve ishin ftuar aty, sidomos të rinjt, sepse ishte dita e rinisë. Ishin ftuar dhe bashkë me ta ishin ftuar edhe gjithë deputetët që janë në moshën 30 vjeç. Gabimi më i madh. A u bë e qëllimshme nga PDK-ja pikërisht unë thash gabimi më i madh, i papranueshëm, gabimi më i madh në ditën ndërkombëtare të rinisë krijohet një stat e tillë. Vën me diskutu me grupet jo formale të rive, të deputetëve të ri, për të diskutuar gjende, për me zhvillu debat me të reja. Pavarësisht se çfarë bindje politike kanë. Fillimisht në fjalë, në diskutimin tim, reagova për çostin e tyre. Është gabim. Është shumë gabim. Nëse pavarësisht se kush e ka kriju këtë frymë, apo kush ka qenë iniciator, është gabim, nuk ka diskutim këtë punë. Por nëse flasim na për rrethona me të cilën ne krijuar në kuvend, këto budallakia të na janë shumë të praktike, domthonë këto shkripim më shumë se sa në vende të tjera, për shkak që na kena shumë të veprime të tilla të pa motora, pa kujdesshme, e që rrjedhimisht krijohet statuta të tilla. Për mua mbetet një imazh më i keq që është krijuar në sallën e vendit apo vendin ku diskutohet çështje më të rëndësishme edhe vendimorse për vendin e për ligjet e për çështje me të cilën vdesohen. Por, kush është përgjegjësi? Përgjegjësi ata janë ata që ka unë drejta kushtetuese, atyre që ka unë besimi. Dhe nuk mundet me leju, pavarësisht se kush ka filluar, sepse këtu ka faje, ka përgjegjësia administrata, administrata e kuvendit, duke filluar nga sekretarja, deri tek ai person individ që ka përgjegjësinë e krijimit të sigurisë së vendit, sepse kuvendi, nëse është krijuar një rrethon të tillë, duhet të ketë përgjegjësi ta mbyll. Dhe nëse krijohet statutet të tilla, nuk është e përgjithshme dhe ndërgjithshme me kriju imazhe të këqija, me ja ul nivelin dhe imazhin e përgjegjësisë që i takon kuvendit të Kosovës, nëse nuk ka mujt të zhvillohet, është mirë sekretariati, sepse kuvendi i Kosovës ka një mekanizëm vetë, sekretarin e
kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe ajo është përgjegjësia kryesore për funksionimin, zhvillimin dhe deri tek situatat e tilla me të cilën prodhohet. Përgjegjësia nuk i takon deputetëve këtë rast. Deputetët mund të ngrisin situatat e tilla, por sekretariati i kuvendit është përgjegjësi kryesor. Për një mos menaxhim të mirë të rrethonat e tilla, edhe nëse kuvendi, nëse krijohet kjo gjendje, kuvendi, sekretaria mund t'i largojë të gjithë pjesëmarrësit duke krijuar çosën e tij, sepse deputeti është përgjegjësi ai që hyn në sallë, edhe nëse është dita hapur, e ka përgjegjësinë me rujtë rendin. Sekretariati është përgjegjësi kryesor i kësaj çështje. Për mua mbetet shqetësim natyra me të cilën është krijuar dhe ambienti që është bërë në një formë të tillë dhe kjo për çdo qytetari me të cilin jeton në Kosovë nuk e ka pritur në një mesazh të mirë, por pavarësisht kësaj, po them, deputetët janë fajtorët kryesorë që kanë krijuar këtë stop për ditën e rinit. Edhe kuvendi i Kosovës ka dalë sot gjatë ditës me një